Në kuadër të tetorit, muajit të librit dhe leximit, Biblioteka Publike Thimi Mitko në Korçë ka planifikuar zhvillimin e një sër aktivitetesh kulturore e letrare. Në qendër të këtyre veprimtarive do t'jenë figurat e mëdha të letërsisë shqipe, përmes kujtimeve, leximeve dhe ekspozitave kushtuar krijimtarisë së tyre. Gjithashtu gjatë këtij muaji do të zhvillohen takime me nxënës të shkollave, si dhe promovime të botimeve të reja nga autor lokal dhe kombëtar, duke e kthyer bibliotekën në një hapësirë të gjallë bashkëbisedimi dhe frymëzimi letrar. Në fokus do të jenë aktivitetet in memoriam, në kujtim të shkrimtarëve, të kolozëve të letërsisë shqipe, të cilët kanë lënë gjurmën në letërsinë shqipe. Disa prej tyre janë Dritura Golli, Migjeni, Gjergj Fishta, Najm Frashëri. Më pas, biblioteka do të fokusohet në aktivitetet me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe me gjimnazet, cilat do të jenë aktivitete kushtuar krijimtarisë, kushtuar leximit dhe librave. Njëkohësisht, një hapësirë të rëndësishme do të zënë edhe promovimet dhe prezantimet e autorëve bashkëkohor, kombëtar. Pra është një muaj i rëndësishëm dhe biblioteka në këtë muaj dhe në muajt në vijim kthehet në një shtëpi të madhe të librit për të gjithë ata që mendojnë se libri është mënyra më e bukur për të njohur veten dhe botën. Këto aktivitete synojnë të afrojnë fëmijët dhe të rinjt me librin, duke nxitur dashurinë për leximin dhe vlerësimin e kulturës kombëtare.